Së pari, Rogerti mund të ketë avantazh nëse ka ndërtuar një lojë të balancuar gjatë gjithë sezonit. Në reality show, shpesh fitojnë banorët që nuk kanë pasur luhatje ekstreme, pra as shumë konflikte që krijojnë antipati, as mungesë prezence që i bën të padukshëm. Nëse ai ka ditur të qëndrojë i qetë, por në të njëjtën kohë i përfshirë kur duhet, kjo është një pikë shumë e fortë. Së dyti, strategjia e tij mund të ketë qenë më e menduar. Banorët që nuk hyjnë në përplasje të panevojshme dhe dinë kur të flasin e kur të tërhiqen shpesh krijojnë një imazh më të pastër për publikun. Kjo i ndihmon të mbeten neutral në sytë dhe shumë votuesve, gjë që në finale është shumë e rëndësishme. Një tjetër arsye mund të jetë lidhja me publikun. Nëse Rogerti ka arritur të tregojë anë njerëzore, emocionale apo histori personale që e bëjnë të afërt me njerëzit jashtë shtëpisë, kjo mund të kthehet në vota. Shpesh publiku nuk voton vetëm për lojën, por për personin që i bën të ndihen të lidhur emocionalisht. Gjithashtu, në shumë raste fituesit nuk janë domosdoshmërisht më të zhrumshmit, por më të qëndrueshmit. Nëse Rogerti ka ruajtur një linjë të qëndrueshme karakteri, pa ndryshime të forta sjelljeje gjatë rrugës, kjo e bën atë një kandidat serioz për fitore, sepse tregon stabilitet dhe besueshmëri. Një faktor tjetër i rëndësishëm është momenti i finales. Edhe nëse një banor nuk ka qenë gjithmonë në krye të votave, një mobilizim i fortë i fansave në ditën e fundit mund të përmbysë gjithçka. Nëse Rogerti ka një bazë të fortë mbështetësish që votojnë aktivisht, ai mund të bëjë surprizën. Pra, në përmbledhje, Rogerti mund të fitojë nëse ka luajtur lojë të balancuar dhe pa shumë antipati, ka qëndruar i qëndrueshëm dhe strategjik, ka krijuar lidhje emocionale me publikun, ka mbështetje aktive në votimet finale, por duhet mbajtur mend, finalja është gjithmonë e paparashikueshme. Edhe një diferencë e madhe mund të ndryshojë në minutat e fundit.